Do të festonte 30 vjetori në prill, foto e të riut shqiptar që u vra për një rumunë në Itali. Ky është 29 vjeçari shqiptar Gjergj Përgegaj, i cili u vra me armëzjari në Arezzo nga një bashkomas për motive xhelozie. Sipas mediave italiane, e qullua nga partneri aktual ishte dashur së tij, një 35 vjeçar i cili e gjeti duke biseduar me të ren me origjinë rumune, pasi kishte përfunduar turnin e punës si kamarier. Gjergj në 19 prill do të festonte ditëlindjen e tij të 30. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme kur autori pasi pa bashk humbi kontrollin dhe nxori armën duke qelluar 3 herë në drejtim të viktimës. Një nga plumbat e goditi Gjergj Përgegaj në fyt duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme, ndërsa shërbimet e emergjencës nuk mundën të bënin asgjë për ta shpëtuar. Pas krimit autori largua nga vendi i ngjarjes, u largua nga vendngjarja, por u arrestua disa orë më vonë nga policia pa bërë rezistencë. Trupi 29 vjeçarit u dërgua në morgun e spitalit San Donato Hospital, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj vrasje për motive pasionale.